Mateo Bori po bën këngë la! Nuk e ke dëgju? Mateo Fratja? Yes, Mateo Fratja. Po ç'do ai nga hekurat e palestrës atje? Unë kam nxjerr gati tekstin e këngës, i gati ta dëgjosh tekstin. A më thuaj që ka shkruajt Fifi? Nuk e di. Do vdise nëse do Nuk e di se besoj të ka shkruajt Fifi. Vargu i parë thot: po prapu kthyem në të njëjtin vend. E di pse? Sepse Manushi Na bashkoi. Absolutisht. Aty të dytë, e kupton? Manushi i bashkoi bashkë dhe Brikenën dhe Mateon. Vargu tjetër duket që është fiks për Brikenën. Se di çfarë thot? Kur unë të prek, ti hesh të parë syje. Kur unë të prek, ti kthesh si ura vajgurore. Të gjithë And we all know what we are talking about. duket fiks ky varg për Brikenën. Por pjesa tjetër thot kur të mërzita, prap më erdhe si hije. Unë dyshoj që vjen si hije Brikena, mund të jetë si një eklips hënar. Është pak, është 2 Jupiter metra, 2 metra Narar. femër. Por, 2 vargjet e fundat thuhet që nuk i ka zbërthyer dot askush. As Einsteini, as Shakespeare, askush tjetër. Je gati ti dëgjosh? Jepi, më tërbo. Sikur gjithçka që jemi ne dy, ti shkove me u dasht, me u lëndove. Mos ja fut kot. Hold my Rita Petro moment. Tani, një pyetje kam unë. Kënga do publikohet e Manushi e plot. Manushi, çfarë i bën këtyre që merr Kompania distributore e të Manushi. Manushi Production. Dëgjoj, çfarë i bën Manushi këtyre, më valla që çdo ekskluzive këto e japin te Manushi, s'e kuptoj. Po se jep Manushi studion me qëra për klipe.